تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një I vetëm, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, I përzgjedhuri dhe I dashuri I Tij dhe besniku për shpalljen e Tij. Ai e transmetoi mesazhin, e çoi në vend amanetin dhe luftoi në rrugën e Allahut ashtu si I takon Allahut subhanahu wa taala, derisa I erdhi pejgamberit ton bindja dhe vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër besimtar, muaji I Ramazanit është duke përfunduar dhe ka mbetur mes nesh dhe fundit të Ramazanit më pak se një javë. Prandaj njeriu I mençur dhe besimtari I vendosur duhet të shtojë veprat në këtë kohë që ka mbetur, duke shpresuar se do të arrijë shpërblimin e Allahut dhe do të arrijë faljen e Tij dhe duke shpresuar se do të jetë prej atyre që Allahu I ka liruar prej zjarrit të xhehenemit dhe I ka shtuar shpërblime të shumta. Njeriu I mençur është ai që jep më shumë fuqi dhe mund në fundin e garës dhe në fundin e punës, kurse I dobët dhe I ngathët është ai që dorëzohet në fund dhe vonohet në arritjen e cakut. Prandaj këto net që kanë mbetur dhe këto ditë që kanë mbetur, njeriu duhet t'i mbushë edhe më shumë me adhurime dhe më shumë t'i drejtohet Allahut subhanahu wa taala me lutje dhe përgjerim me këmbgulje që t'i fitojë shpërblimet e Allahut. Transmeton Aisha radhiyallahu anha se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nëse arri natën e Kadrit me çfarë lutje të lutem. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zoti im, ti je falës, e do faljen dhe më fal mua. Dhe kanë përmendur dietarët për urtësinë e shtimit kësaj lutje në fundin e Ramazanit, sepse njeriu sado që I bën veprat edhe sado që e shton mundin, patjetër se ka mangësi kundrejt hakut të madh të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak I përfundon veprat e tij duke kërkuar falje nga Allahu për ato mangësi që I ka lënë, duke kërkuar falje nga Allahu për ato gabime që I ka bërë dhe duke shpresuar se me përfundimin e Ramazanit falen të gjitha mëkatet dhe çlirohet nga dënimi I xhehenemit, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka në secilën natë të Ramazanit njerëz që I liron nga xhehenemi, edhe kjo është në çdo natë të Ramazanit. Dhe në veçanti nëse njeriu e arrin natën e Kadrit, pasi nata e Kadrit shpresohet që është në netët të cilat kanë mbetur, dhe për këtë shkak duhet të shtohet përpjekja duke ju lutur Allahut që të na japë sukses për qëllimin e kësaj nate dhe duke ju lutur Allahut që të na mundsoj të falemi në të
me iman, me besim të plot dhe duke shpresuar shpërblimin. Ajo natë mund të jetë cila do nga këto që kanë mbetur, madje edhe nata e fundit, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që e transmeton Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhu, thot, ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, iltamisu lejlet el qadri fi akhiri lejla. Kërkone natën e kadrit në natën e fundit të Ramazanit. E transmeton Ibn Khuzejme dhe Albani e bën sahih. Për këtë shkak, një numër i madh dietarëve kanë thënë se nata e kadrit është nata e fundit e Ramazanit, dhe kjo tregon se në të gjitha netët që kanë mbetur, njeriu duhet të përpiqet sa më shumë dhe të mundohet me adhurime, pasi janë net të numruara dhe ditë të numruara, si ka thënë Allahu në Kur'an, ayyaman ma'dudat, do të thënë ato janë vetëm disa ditë të numruara, që njeriu duhet të sakrifikojë prej rahatis vet dhe të mundohet për të arritur shpërblimet. Dhe me këto net të numruara e qëllon një natë e cila është më e mirë se gjithë jeta e tij. Nëse bën ibadete, adhuron Allahun dhe i lutet Allahut në atë natë, fiton më shumë se sa t'ishte munduar gjithë jetën e tij. Është kjo natë, ka thënë Allahu, khairum min alfi shahr. Lejletul qadri khairum min alfi shahr. Nata e kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Ajo që është e lidhshme gjithashtu në përfundimin e Ramazanit, dhe sidomos pasi të përfundoj Ramazani dhe kur fillon nata e Bajramit, është shtimi i tekbirit dhe madhrimit për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Allahu i lartësuar, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Do thotë ta madhroni Allah, ta plotësoni numrin e ditëve të Ramazanit, ta madhroni Allahun për këtë që ju ka udhëzuar dhe ta falenderoni atë subhanahu wa ta'ala. Ky tekbir, pasi kjo është xhumaja e fundit para Bajramit, duhet ta përkujtojmë vetveten dhe vëllezërit tanë për këto norma që lidhen me fundin e Ramazanit dhe me ditën e Bajramit. Tekbiret e përgjithshme fillojnë me perëndimin e diellit në ditën e fundit të Ramazanit dhe vazhdojnë derisa imami të hipe në hutbe, derisa imami dale për faljen e namazit të Bajramit. Ka thënë, transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se i ka thënë tekbiret me zë në ditën e Bajramit, derisa ka shkuar në musalla dhe derisa ka dal imami, ka vazhduar me tekbire. Po ashtu, prej formave të tekbireve është ajo që është transmetuar nga një numër i sahabeve që kanë thënë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, që do thotë Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij takon e gjithë lavdia. Është transmetuar gjithashtu nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se ka bërë tekbirin me formën Allahu akbar kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru wa ajal, Allahu akbaru ala ma hadana, Allahu akbar walillahi alhamd. Do të thonë të gjitha këto fjalë që përfshin madhrim dhe veçim të Allahut me adhurim, ka thënë Allahu është më i madhi me madhështi të pafundme, Allahu është më i madhi dhe më madhështori, Allahu është më i madhi i cili na ka udhëzuar, Allahu është më i madhi dhe atij takon e gjithë lavdia. Një normë tjetër që ka të bëjë me përfundimin e Ramazanit është dhënia e zakatul fitrit, e cila është obligim për secilin musliman të gjallë, qoftë i madh ose i vogël, qoftë mashkull ose femër, qoftë për atyre që kanë agjëruar ose për atyre që kanë pas arsye për mos agjërim. Jepet si ushqim për të varfrit dhe pastrim për agjëruesin prej gabimeve dhe lëshimeve. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na i ka bërë obligim zakatul fitrin, që është tuhratun lis-saim min al-laghwi wal-rafath wa tu'matun lil-masakin, që është pastrim për agjëruesin prej harresave dhe fjalëve të pahishme dhe është ushqim për të varfrit.
Faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula, ai cili e jep para namazit të Bajramit, atëherë ky është zakat i pranuar. Wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, dhe kush e jep pas namazit të Bajramit, ajo është vetëm një sadaka prej sadakave. Jepet ashtu si e ka bërë të ligjshme i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Jepet ushqim dhe ka thonë kanë transmetuar sahabët, siç është Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ka thonë farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, pra ne ka bërë obligim i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrin sa'an min tamr, një sa', një mas matse, që është pravarësisht me peshën e 3 kg ose më saktësisht me vëllimin prej 3 litrave. Ka thonë një sa' prej hurmave ose një sa' prej grurit apo elbit, dhe do më thënë ushqimet ngjashme që është për robin, për të lirin, për mashkullin, për femrën, për të voglin, për të madhin, prej muslimanve, prej atyre që njeriu i ka në përgjegjësinë e tij. Dhe ka urdhëruar që të jepet ky zakat para daljes për faljen e namazit të Bajramit. Dhe hadithi është muttafaqun alayhi. Këtë e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë, e ka bërë obligim në këtë mënyrë, në atë kohë kur ka pasur nevojë gjithashtu për para, ka pas nevojë për dinar dhe dirhem. Mirë po, ky është ligji i Allahut dhe nuk lejohet të ndryshohet duke thënë se sot dvarfrit kanë më shumë nevojë për para sesa për ushqim. Kjo ka qenë e njëjtë në secilën kohë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë këtë me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, sepse ai nuk ka folur diçka nga vetja e tij, por ajo që e ka thënë ka qenë shpallje nga Allahu i lartësuar. Dhe për këtë shkak obligimi jon është ta ndjekim udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jo ta ndjekim atë që është më lehtë për epshet tona ose për dëshirat tona, ose atë që është më pëlqyer për pasionet e njerëzve. Zakatul fitr jepet pas namazit sabahut dhe para namazit të Bajramit. Kjo është koha më e mirë po lejohet edhe të jepet një ditë përpara ose 2 ditë maksimum para Bajramit, dhe nuk lejohet të jepet shumë më herët. Nëse e ka dhënë dikush më herët se kjo kohë, duhet ta përsërisë gjithashtu edhe një herë kur të vijë koha e caktuar. Ka thënë Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqit. Ka thënë jepnim zakatul fitrin një sa prej ushqimit, ose një sa me elb, ose një sa me hurma, ose një sa me qumësht të tharë, ose gjiz. E u sa'am min zabib, ose një sa prej rusit thatë. Është hadithi muttafaqun alayhi. Duhet të ndiqet pra suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të përpiqemi të shtojmë adhurimet në këto ditë që kanë mbetur, duke e lutur Allahun e lartësuar që të na ketë mundësuar ta kemi agjeru Ramazanin me besim dhe shpresë në shpërblim dhe të na falen të gjitha mëkatet, dhe gjithashtu e lutim Allahun që ta arrijmë dhe ta qëllojmë natën e Kadrit dhe të falemi në të me iman, me besim dhe me shpresë në shpërblim, kështu që të jemi prej atyre të cilëve u janë falur të gjitha mëkatet. I them këto fjalë që i dëgjoni dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij sepse ai është falës i mëshiruesi. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, e gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit botëve, përfundimi i mirë është për të devotshmit, salavatet dhe selamet i dërgojmë për të dërguarin e Allahut, për familjen e tij
dhe për të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe të pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për ta. Vëllezër besimtar, ju porosis ju dhe veten time për ruajtje nga Allahu, sepse kush i ruhet Allahut, Allahu e mbron atë, e ndihmon dhe Allahu i mjafton. Për sosmërisë së dhuntisë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala me këtë muaj për t'i afruar atij me agjerim dhe me namaz, me lexim të Kuranit, me përmendje të Allahut dhe me shtimin e lutjeve. Plotësimi i kësaj dhuntie është që Allahu na ka bërë të ligjshëm edhe ditën e Bajramit dhe namazin e Bajramit. Në atë ditë dalin muslimanët për ta madhruar Allahun subhanahu wa taala, për ta falendëruar për këtë dhunti, duke i bërë tekbir, duke madhru Allahun, duke dalur në mënyrë që shpreh lumturinë dhe gëzimin për dhuntitë e Allahut dhe duke i ngritur shenjat dhe simbolet e Islamit. Rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që namazin e Bajramit e ka falur në musalla, që do të thonë vend i hapur, jashtë banesave dhe jashtë banimit, do të thonë të njerëzve. Ka urdhëruar që të dalin për namaz të gjithë njerëzit dhe siç transmeton Ummu Atiyya radhiyallahu anha, thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që të dalim të gjithë për Bajramin e Fitrit, Bajramin e Ramazanit dhe Bajramin e Kurbanit, të dalin edhe gratë, edhe madje edhe ato që janë me menstruacion dhe po ashtu vajzat e reja që nuk kanë dalë prej shtëpisë së tyre. Ato që janë me menstruacion nuk e falin namazin, mirë po prezantojnë në këtë mirësi dhe në duat të cilat i bëjnë muslimanët. Thot ajo, i thash o i dërguari i Allahut, nëse ndonjëra prej ne nuk ka mbulesë, nuk ka xhilbab, si të veproj, ka thënë litulbisha ukhtuha min xilbabiha. Ka thënë le të jap motra e saj, do të thënë një prej motrave le të jap një xilbab dhe le të dalë për të prezantuar në namazin e Bajramit. Hadith që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Po ashtu transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dilte në ditën e Bajramit të Ramazanit dhe Bajramit të Kurbanit në musalla. Dhe aty, pra ky është hadith muttafaqun alayhi. Falet vetëm namazi i Bajramit, nuk ka sunet përpara ose sunet mbrapa, por mblidhen njerëzit në musalla vetëm për ta falur këtë namaz që është i ligjshëm në shariat. Muslimani duhet kur të dalë për namazin e Bajramit të pastrohet, parfumohet dhe t'i vesh rrobat më të mira që i posedon për ta shfaqur kështu dhuntinë e Allahut dhe falënderimin e mirësive të tij. Gjithashtu është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pas namazit sabahut dhe para daljes për namazin e Bajramit në shtëpi njeriu të haj hurma, siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dhe thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk dilte për domethënë ditën e namazit ditën e Bajramit të Ramazanit. Nuk dilte deri pa ngran hurma. Hante hurma tek, domethënë me numër tek. Transmeton Buhariu. Gjithashtu prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që për namazin e Bajramit shkohet në një rrugë dhe kthimi të bëhet në një rrugë tjetër, siç transmetohet nga Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur kthehej prej namazit të Bajramit e ndryshonte rrugën. Këto janë disa prej adhurimeve të cilat besimtari duhet të përfitojë prej tyre dhe t'i shfrytëzoj në këtë kohë kur është mundësia për të bërë vepra dhe nuk ka llogari, sepse shumë shpejt do të na vijë dita kur ka llogari dhe nuk ka vepra. Vëllezër besimtar, dërgoni salavatet shumta për të dërguarin e Allahut, mëshirën e ofruar, siç na ka urdhëruar Allahu i lartësuar dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.
Allahu dërgon salavat dhe gjithashtu me lajket luten për salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O ju që keni besuar, dërgoni për të salavat dhe përshëndeteni shumë me selam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد